Si duhet kuptuar Ramazan? Kjo është pyetje e cila, më thonë, bëhet në fillim të Ramazanit, po bëhet edhe në fund që besimtari si nga fillimi ashtu edhe nga fundi të vazhdon të qëndroj në atë synimin kryesor, i cili ndërlidhet, do më thonë, me Ramazanin në veçanti, po edhe me jetën e tij në përgjithësi. Pikëpari Ramazani është begati. Kur them begati, është begati të cilën ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala robëve të tij. Pse? Se Allahu subhanahu wa taala, nëse shikojmë hadithin e Buhariut që ka shënuar Imam Muslimi, thot men qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ai cili qëndron duke u falur Ramazan me besim dhe me shpresë që do t'ja pranon Allahu subhanahu wa taala, çka ndodh? Allahu subhanahu wa taala ja fal mëkatet. Thot këtu kena për atë i cili falet gjatë Ramazanit, me mbështetur në Allah subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa taala ja fal mëkatet. Kjo është shumë e rëndësishme. E dyta, thot transmetim tjetër, men qama Ramadan ose men sama Ramadan, ai i cili agjeron gjatë muajit të Ramazanit me besim në Allah subhanahu wa taala dhe i bindur se Allah subhanahu wa taala do t'i jap shpërblimin, i falen mëkatet. Më thonë kena dy arsye të cilat i bëjnë që t'i falen mëkatet njerëzit. Po mirë, e treta, thot men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaba, ai i cili natën e Kadrit agjeron gjatë ditës, natën e kalon në adhurim, i falen mëkatet. E ka bëu Allah subhanahu wa taala një muaj namaz, teravih, namaz nate, të falen mëkatet. Normal, ato që falin farzit fillimisht. E dyta, e ka bëu Allah subhanahu wa taala që ai i cili agjeron i falen mëkatet. Pastaj e ka bëu Allah subhanahu wa taala që jo 30 ditë, po një ditë, një natë, që është nata e Kadrit, kush e kalon atë në adhurim, i falen mëkatet. Andaj kjo është mirësi nga Allah subhanahu wa taala dhe nuk është diçka që ne kena përzgjedh. Dhe Allahu subhanahu wa taala duhet të falenderohet për çka? Për mirësitë që na i ka dhënë. Dhe për këtë Ebu Amr e-Shejbani thot Musa alayhi salam kur foli me Allahun, i tha o Zoti im, unë e fali namazin, por kjo është si shkak i mirësisë tënde ndaj meje, ti më mundson më fal. O Zot, unë jap sadaka, po kjo është si shkak i mirësisë tënde ndaj meje, se mos më dhon ti, mos më ma mundsuan që më dhon, se ka plot njerëz që ju ka dhënë Allahu pasuri, po se mundson për më dhon. Thot vetë që më ke dhënë dhe mundësien që e kam une për me dhanë për hirë tënde, kjo është begati nga ti. Thot, o Zoti im, thot une mesazhin të cilin ma ke dërgu dhe ja transmetoj njerëzve. Thot kjo të bëj si shkak i mirësisë tënde ndaj meje. Ti ma ke mundësu, ti mi ke dhënë aftësitë, ti ma ke dhënë mundësinë dhe une shkoj ja tregoj njerëzve nga mirësitë tuaja, me trupin që ma ke dhënë ti, me forcën që ma ke dhënë ti, me furnizimin që po ma jep ti, me oksigjenin që ma jep ti, me mirësitë që ma jep ti. Thot, o Zot, mbas gjithë kësaj, si ka mundësi une si një rob i yti me të falenderu? Kur çdo sen çka e bëj për hir tënden, është nga mirësia jote, s'bëj kurrë për vetes. I thot Allah subhanahu wa taala Musës, o Musa, tash me falenderove. Në momenti kur ne e pranojmë se çdo mirësi që na vjen është nga Allah subhanahu wa taala, nuk është nga vetja jonë, sikur se ka pretendu Karuni për shembull, ose Firauni, fuqia është e jemja, pasuria është e jemja, unë jam ai që e kam arritë kështu me radh. Në këtë moment kur e kupton njeriu këtë çështje, është falendërues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po të gjitha këto janë begati. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte laula Allahu mahtadain. Sikur të mos ishte Allahu subhanahu wa taala, nëse kishim qenë të udhëzuar. As nuk kishim fal, as kishim pas mundësi me dhon sadaka. Pejgamber, njeriu më i mirë sipërfaqen e tokës. Është bërë pejgamber me mirësinë dhe begatinë Allahu subhanahu wa taala ndaj tij. E ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala me mirësinë dhe begatinë Allahut ndaj tij. Çka është puna neve tjerëve? Andaj, gjëja e parë, duhet ta kuptojmë Ramazanin si begati. Kur e kuptojmë si begati dhe mirësi që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, çka duhet bëjmë? Për një begati që ta jep Zoti. Çka duhesh me bë? E përmendim rastin e Musës. Duhesh me
Me falenderu Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa idh ta'adhana rabbukum", dhe Allahu subhanahu wa taala kur ju tregoj juve, ju njoftoj juve, ju bëri qartë juve, la in shakartum la yazidannakum. Nëse jeni falendërues, unë e kam ja ushtu. Andaj, ne duhet ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala dhe kjo është vepër të cilën e bënin gjeneratat e para, falenderojnë Allahun subhanahu wa taala që ja ka mundsu çka me arrit këtë. Që ja ka mundsu me përjetu këtë muj, si sa ka njerëz të cilët kanë pas shpresë, kanë shpresu, kanë thënë, haj se Ramazanin tjetër, haj se do të vjen koha, haj se këtë në Ramazan dopt, ama e shef Allah Ramazanin tjetër, si ja ka mundsu Allah subhanahu wa taala. Ndërsa neve, na ka mundsu. Tregohet një rast, kanë qenë dy shokë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe njëri prej tyre vdes më herët. Dhe thuhet se ka vdek si shehit. Dhe mbasi kohë e shef në ëndër, me thonë njëri, i shef në ëndër të dytë. Ky pari ka vdek më herët, ka vdek shehit, ndërsa tjetri ka vdek më vonë dhe ka vdek në shtëpinë e tij. Një person i tretë i shef në ëndër dhe çuditet me gjendjen e tyre. Pse çuditet? Ky i dyti, edhe si besimtar ka qenë më i dopt, me më pak vepra, në krahasim me atë parin, por e shef se hyn xhenet para këtij. Dhe shkon te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pyet, thotë ja Rasulullah, do të kom pa kështu, thotë. Thotë pse apo çuditesh? Thotë çuditem ja Rasulullah. Do të thonë kuptimi i kontekstit të hadithit. Dhe i thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë, a nuk ka jetu kaq kohë pas ti? Thotë po. A nuk ka fal kaq dhe kaq namaz? I thotë po. Dhe në fund i thotë, a nuk e ka arrit Ramazanin? Ka thonë po.